Ju me të drejtë thoni që këtu fillon shkatërimi. Po. Në fakt, ai ishte e shkatëruar, se de facto ky ishte kryetar. Shiko, ata kanë qenë të dy bashkëkryetar. Do të thotë që Sali Berisha për vendimet e mëdha që janë marrë në Partinë Demokratike mendoj që ka diktuar me Lulzim Bashën. Dhe jo më kot zgjodhi midis Sokol Oldashit dhe Lulzim Bashës, zgjodhi Lulzim Bashën. Sepse si duket e pa më të përkulshëm. Më të bindur Lulzim Bashën. Sokoli ndoshta nga natyra ishte më rebel. Po thonë sigur në atë periudhë ka pasur dhe një lloj përgjimi dhe ka bërë biseda që Sokoli përpara se ndjes pas tani, përpara se sa të, do më thonë në momentin që kërkonte mbështetjen e miqve të tij për të kandiduar për kryetar, dikush thënë që ne gjë pari do bëjmë, do heqim atë plakun sapo të marrim partinë. Edhe në këtë moment ai ka ndryshuar tërkase, sepse ai në fakt edhe Sokolin dhe Lul Bashën i ka pasur njerëz të afërt. Po. I ka bërë ministra shumë të rinj, edhe i ka pasur të afërt. Por të vim tek mosnjohja e zgjedhjeve, nuk ka rëndësi e njeh apo si njeh Sali Berisha zgjedhjet, fare në planin personal. Ajo që duhet të them është kjo që diferenca ishte e thellë, por edhe sikur 71 të kishte fituar Edi Rama, prap fitore do ishte ajo. Dhe Edi Rama sa herë që ka dashur të ndryshonte ligjin, si me shumicë të cilësuar, si me shumicë absolute, kur gjithmonë i ka realizuar, sepse i jep Sali Berishës një kull apo një resort. E kupton? Kur them Sali Berishës, jo atij personalisht, por shokëve të djalit vet. Zenit. Edhe menjëherë Berisha bën ato revolucionet brenda parlamentit me flagadan, me kështu për të rritur, për të thënë popullit, shikoj që unë jam në kompromis me Ramën, ky është armiku im, por nga ana tjetër në prapasken natën atje firmosin këto kontratat. Kështu që ai është mirë aty në krye të opozitës dhe këtë ka dashur të realizonte. Pra, sa u kthye në krye të Partisë Demokratike, donte që të merrte jo thjesht Partinë Demokratike, por monopolin e opozitës, sepse që në fillim kur plasi ky sherri me Lulzim Bashën edhe në skenën politike, personalisht kam bërë një status në atë periudhë dhe kam thënë, shiko, kjo nuk është betejë ime. Kur them imja, kam fjalën unë përfaqësoj diçka në PD. Do të thënë unë jam nga ato që disi ke qef, por që ndodhin si proces historik nga studentët e dhjetorit, që tek e fundit që në momentin e parë kemi firmosur themelimin e Partisë Demokratike, kemi qenë aktet që na thirr historia. Pastaj se si u kryen ato është tjetër histori, diskutojmë një herë tjetër. Por ne ishim aty, do të thënë në moment që na kërkoi historia, siç ishit ju në dy korrik, ne ishim aty në dhjetor. Jo, nuk na harrojmë frymën e të rinisë të studentëve me atë se çfarë organizoi pushteti edhe tani ne ishim aty dhe në 97-ën kur PD-ja u rrëzua, unë s'kam pasur asnjë post drejtues personalisht dhe si unë shumë me dhjetra të brezit tonë, do të thënë kontribues nuk pat përfaqësues. Zero. Rinia jo zero fare, bile edhe një Arben Lika që e mori futin burg. Ridvan Peshkëpin e Degdisi e hoqi dhe ngelëm pa përfaqësues, do të thënë. Po pastaj Degdisi gjithë. I Degdisi gjithë, e pa di strategji. Tani vim tek kemi qenë aty në 97-ën pastaj kur PD-ja kishte nevojë, sepse u dëmtua opozitarizmi në Shqipëri, u dëmtua demokracia në Shqipëri. Tani në atë periudhë ne u kthyem. U kthyem dhe i vum shpatullat, e ndihmuam. Duke ditur, do të thënë, të vetëdijshëm se kush është Sali Berisha. Por të vetëdijshëm edhe duke parë se në ana tjetër nuk është se ishte më mirë. Lëviznin, do të thënë, politikanët shoqëroheshin me banditët bashkë. Po dhe nga kjo anë pastaj ishin detyruar që edhe këta të bënin të një gjë. Do të thënë, ishte politika xhungël, politika shqiptare. Edhe sot pa e paguajmë atë futjen e banditëve. Patjetër që është, prandaj sa më shpejt të bëhen rotacionet, sa më shpesh të bëhen rotacionet e elitave politike, aq më mirë është sepse prishen edhe strukturat socialo-kriminale, do të thënë, të politikanëve. Dhe këta prandaj nuk i bëjnë ndryshimet e elitave politike, sepse ato strukturat politiko-kriminale këtu nuk bi dakord me shumë nga ju. Ja një sekond. Këto kanë parat kanë krijuar një lloj bote financiare të tillë që ata duan ta kapitalizojnë dhe të investojnë. Dhe rasti më i mirë ishte arrestimet që bën dje, do të thënë DEA, Interpoli, nuk e di kush, italianët dhe Spaku. Ku u tregua që njerëz me absolutisht që dihet në atë jo vetëm në perimetrin lokal se kush janë dhe si i kanë bërë ato pasuri. Por edhe shqiptarët, se Shqipëria vend i vogël është, një fshat i vogël, të gjithë e dinë se si kanë operuar këta. Domethënë, krimi dhe politika në Shqipëri mendoj që kanë qenë bashkëdhëtar në këto 34 vite. Dhe unë mendoj që fakti që Berisha nuk largohet, edhe pse ka vendosur një nen atje,
që e quan Neni Basha, domethënë se meqense me demek që Basha s'kishte ndërmend kurrë të rigjej sepse nuk e kishte të përcaktuar në statut që kur u mbet largohesh. Dhe Berisha vendosi këtë Nenin duke thënë që shiko, me kthimin tim Partia Demokratike do bëhet më demokratike. Me kthimin tim PD-ja do bëhet më e fortë, më e bashkuar, më e hapur etj. Sepse ai kuptoi nevojën që kishin demokratët dhe pak të kontratë me demokratët nuk e mbështesin më ata. Se ata nuk mund të hiqnin modelin Basha dhe të vendisin modelin Berisha të njëjtë, ndërkohë që ata nuk shkojnë ai thellë të mendojnë që modeli Basha që thjesht me modeli Berisha. Asgjë më shumë, apo jo, që thjesht një imitim i shëmtuar i Berishës, që nuk i shkonte stofit të Bashës. Prandaj i rinte keq, se Berisha është origjinal të paktën. Prandaj edhe doli njëri që kështu që 10 vjet nuk realizoi një gjë. Po duhesh e analizojmë dhe atë. Por do vim te ky, pse Berisha nuk i njeh zgjedhjet dhe pse Berisha nuk të rigjet. Berisha nuk i njeh zgjedhjet pikërisht që t'i shmanget debatit. Jo se pyet shumë për statutin ai. Ai është vetë zot, vetë shkop aty, domethënë. Por do t'i shmanget debatit publik, se nuk është thjesht çështje domethënë e demokratëve. Opozita është pasuri kombëtare. Të gjithë duan rotacionin. Qenia e Berishës atje pengon rotacionin. Pra ai nuk do të largohet, nuk njeh zgjedhjet sepse nuk do të largohet nga kreu i